Zgjohu herët për sabah, merr abdes me bismillah. Fal sabahun e bajramin, e plase shejtanin. Shko te vllau yt, shko e mere ngryk. Thuj të du o vlla, erdha bajram me ba. Erdha me thon të du, bajramin bashk me gzu. Për drekte unë me tftu, e bashkna me festu. Bajram, bajram, për hajro musliman. Bajram, bajram, gzohu o musliman. Sot ne po festojmë, Zotin e madhërojmë dhe e falenderojmë, tekbire po këndojmë. Bajram, bajram, për hajro musliman. Bajram, bajram, gzohu o musliman, të lumturo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. صدق رسولنا فيما قال أو كما قال. Për fillim, natyrisht gjithmonë falenderohet Allahu fuqiplot, i vetmi që meriton të madhërohet, të lavdërohet dhe të falenderohet. Ai i cili e krijoi njeriu në formën më të mirë të mundshme, në formën më të bukur, dhe i cili t'i dha arsye, mendje, logjik, që të bindet në argumentet e ekzistimit të madhërisë së Allahut fuqiplot, dhe të cilin e la më këmbës të tij në tokë. Dhe këtë privilegj, këtë nder ja dha vetëm njeriut. Për atë njeriu nuk duhet të jetë kryeneç, por gjithmonë mirënjohës dhe falendërues Zotit xhaleshanu. Gjithashtu i dërgojmë salavat dhe selame krijesës më të dashur të Zotit Muhammedit alayhi salam, atij i cili erdhi me mësime nga vetë Zoti fuqiplot për ta ndriçuar errësirën në cilën kishte hyrë njerëzimi, që nga profeti Isa alayhi salam dikun 6 shekuj njerëzimi kishte humbur tamam kuptimin e vet se përse ka ardhur në këtë botë, dhe Allahu fuqiplot për mos me lënë krijesën e tij të veçantë e quajtur njeri në humbje të sigurt, e përmbushi atë me fjalën e tij, gjithsesi me zbritjen e Kur'anit famëlar, cilën ja dha pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Ju përshëndes të gjithëve me shprehjen më të bukur: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira, shpëtimi, begatit, mirësitë e Allahut qofshin mbi ju. Mirëmëngjesi, shpresoj që në këtë ditë të jeni të gëzuar, të jeni të lumtur, sepse përfunduat një mision, një detyrë, një emanet me cilën nga ka ngarkuar Zoti xhelle xhelaluhu wa xhelle shanuhu
dhe me lejen e tij e filluam dhe me lejen e tij e mbaruam, siç është obligimi i agjerimit të muajit të Ramazanit. Sot ne këtu dhe mbar bota islame janë të gëzuar, të lumtur, për arsye se misioni i tyre u përmbush, detyra e tyre, obligimi i tyre u përmbush, emaneti i tyre shkoi në vend dhe dhasht Allahu fuqiplot që agjerimi ynë të jetë i pranuar tek madhëria e tij. Një muaj sakrificë, një muaj angazhim, një muaj punë, një muaj lodhje, një muaj pa gjumësi, një muaj pa ngranë dhe papir, por kjo tregon bindje, devotshmëri, sinceritet ndaj krijuesit të gjithësisë. Sepse ne përmbushëm atë të cilën Allahu fuqiplot e kërkoi prej nesh. Nuk ishte dëshirë e dikujt, nuk ishte dëshirë e një udhëheqësi të një vendi, nuk ishte dëshirë e një njeriu me famë, një njeriu me pushtet, por ishte kërkesë e Allahut fuqiplot dhe besimtarët pas një dyshim, pas një hamendje, pas një lloj frike, e filluan dhe elhamdulillah edhe përfunduar dhe sot jemi në ditën festive të Fitr Bajram. Vetë shprehja Fitr do të thotë natyrshmëri. Po pse quhet kjo festë Fitr Bajram? Ose me përkthy drejt për drejti Bajrami i natyrshmërisë. Fitra e kemi përmend një prej thanjeve të profetit sallallahu alaihi wasallam, thot çdo fëmijë, kullu mauludin yuledu ala al-fitra, çdo fëmijë lind me natyrshmërinë e tij. Cila është natyrshmëria? Natyrshmëria është ajo që Zoti fuqiplot e ka bërë. Pra, populli i thot natyra, Zoti sidoqoftë. Dhe Bajrami i Fitrit ose Fitr Bajrami do të thot të kthehesh në natyrshmëri. Cila është natyrshmëria? Ne përpara Ramazanit kemi qenë në natyrshmëri. Do të thënë njeriu han, pin, bën jetën intime me bashkëshortën e tij, e kështu me radhë, mirë po shkarku i agjerimit, ai ndërpret këto gjëra të cilat në esencë ka të lejuara. Askush nuk e ka ndalu bukën, edhe ujin, edhe kontaktin intim. Por agjerimi si obligim e kërkon këtë. Pra është detyrim farz që njeriu prej msaku deri në iftar të i përmbahet këtij rregulli, kësaj kërkese strikte të Allahut fuqiplot. Dhe kjo mbaroi me ditën e djeshme. Dhe tash ne kthehemi në natyrshmëri. Pra prej sot vazhdon njeriu me natyrshmërinë e caktuar nga Zoti. Pra han, pin, vazhdon jetën bashkëshortore e kështu me radhë. Për atë pra edhe emri i këtij bajrami është Fitr Bajrami, ose Bajrami i Fitrit. Në dilemë të cilën unë, jo që nuk e kam përmend edhe bajramet e kaluara, por ne pak si popull jena shumë kureshtar të quajmë, ose merremi me disa çështje të cilat ndoshta duhet shumë të lodhemi, por populli jonë ka këtë diskutimet kur Bajrami bie në ditën e xumës, sikur sot. Deri ora 1:30 kam qenë zgjuar dhe kam përcjell shkrime lloj tefsirologu,
lloj hadithologu, lloj mufesiri, lloj fekihu, tu shkru e tu postu, zban me falë gjuma sot se Bajrami ka qilu ditën e gjuma, e ka thonë ky, e ka thonë ai, o Zoti madh. Po bjerve vlla flin, pusho edhe qosh më mirë sabah, edhe hanë buk, edhe hanë baklav, marahat, pse meresh me punë që s'takojnë ti, pse humb natën, kot e kot me çështje të cilat përgjithësinë e kanë njerëzit që janë të caktuar për këtë punë. I gjejnë disa dietarë të përbetshëm me bavje të trishtueshme se nga i nxjerrin. A është inteligjenca artificiale? Jo, vendon një emër edhe ka thonë ky, ka thonë ai. Islami mësohet nga burimet vërteta. 4 shkollat juridike islamet të pranuara të nderuar besimtar. Dhe këtë duhet njëherë për gjithmonë këtë dilemë ta largojmë. 4 shkollat, shkolla juridike hanefite, ajo shafite, ajo malikite, janë strikt në këtë çështje. A bjen Bajrami ditën e Ejte, a bjen të mërkurën, a bjen edhe të xhuman. S'ka të bëjë me këtë, se a duhet falet ose s'duhet falet. Hanbelit janë pak më të butë këtë drejtim, mirë për dhe ata porosisin që xhumaja mos të lihet. Xhumaja është farz. Shiftash dispozitat sheriatike. Xhumaja është farz. Bajrami është vajxhib. Dhe farzi dhe vajxhibi ka një dallim. Në vlerë, në dispozit. Farzi ja guxon të lihet, nuk guxon të lihet. Tash dispozita e vajxhibit është një rang më e ulët. Tash nuk mundet ta eliminon ose ta shfuqizon vajxhibi farzit. S'ka logjik. Bajrami e ka vendin e vetë, xhumaja ka vendin e vetë. Pasive vlla, një muj Ramazan, 29 teravije ke falë. Ka 20 rekat, afër 580. Dhe të është diskuton për ato 2 rekat. Duhet më falë xhumaja se s'duhet më falë. Mos e falë me. Pse lodhesh me sende të cilat nuk takojnë ty dhe është përgjegjësi e institucioneve, dietarëve, xhallarëve. Si duket i kemi gjatë këto sende, kur vjen një ditë, një temë e tillë dhe hajde tash. Sidoqoftë, në asnjë mënyrë, sidomos në shkollën juridike hanefite, të cilës i takojmë ne, dhe në barë bota islame me shumicë, as nuk diskutohet kjo çështje. Po ti ato me ardhë me falë gjumon s'do me ardhë është problem tjetër, është problem privat, personal, por nuk bie xhumaja. Nuk bie xhumaja. Këtë desha ta sqarojnë një herë për gjithmonë dhe ma mos të kemi dilemë dhe muhabete këto çështje. Çka pas Ramazanit? Ramazani përfundoi. Por jeta jonë si musliman edhe angazhimet tona si musliman, a duhet të përmbyllen me ditën e sotme? Në asnjë mënyrë. Ne kemi përfunduar Ramazanin dhe ai kapitull mbyllet tash. Ai kapitull mbyllet. Inshallah e ka pranuar atë prej nesh, angazhimin ton, agjërimin ton, gjithat aktivitet që kemi bërë, inshallah Zoti është razi. Por jeta fetare nuk përfundon me Ramazanin. Sepse në Islam nuk ka
një periudhë të adhurimit të ibadetit dhe pastaj përfundon çdo gjë. Jo. E përmend ajetin kuranor ku Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin." Dhe adhuroje Zotin tënd derisa të të vijë e vërteta. Çfarë do të thotë ky ajet? Adhuroje Zotin tënd derisa të vijë e vërteta. Kush është e vërteta për ne? E vërteta është kur ne përfundojmë këtë dynja. Pra nuk ka kthim brapa, nuk ka shkëputje nga Zoti, nuk ka shkëputje nga ibadetet, ka lehtësim. Allahu fuqiplot për ta tregu rahmetin e tij, mëshirën e tij për krijesat e tij të dashura. Çfarë ka bërë? Pra Allahu xhaleshanu për ta tregu rahmetin e tij, mëshirën e tij, shif njeriut, i ka caktu periudha kohore, shif një muaj agjërim. Dhe pastaj 11 muaj, Allahu fuqiplot nuk ta kërkon këtë, sepse për njeriu do të ishte e pamundur. Allahu e ka ditur dhe e din se çfarë i nevojitet dhe sa ka fuqi dhe kapacitet njeriu të përballojë diçka të tillë. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Nuk e ngarkon Allahu njeriu përveç se sa mundet ai. Kur erdhi njeriu te pejgamberi Islam tha: "Me çka ka obligu?" Tha Zoti, "Për agjërimin tha 1 muaj agjërim, dhe vetëm nëse ti do të shtosh më shumë. Mirë po fars obligim e ke këtë muaj, muajin e Ramazanit, 29 ose 30 ditë." Çfarë tha njeriu? Tha: "As nuk shtoj më shumë, as nuk e pakoj. S'ka plan nga agjëru mbi 30 ditë. Por nuk do ta laj edhe me 25, 26, 27, do ta përfundoj atë që Allah ma ka kërku. E çka ka obligu prej namazit, 5 ko namaz, vetëm nëse do ti me shtu ma shumë." Tha: "Se kam plan ma shumë, 5, mjafton. Prej zekatit, kështu, për shumë çështje u pyet pejgamberi alayhis salam dhe ju përgjigji dërgoi Allahut. Çfarë tha njeriu? Tha: "Unë kështu do të qëndroj. 5 ko namaz, 5 do të fal, nuk shtoj më shumë. 1 muaj agjërim, 1 muaj do ta agjëroj, nuk shtoj më shumë. Atë që ma ka obligu Zoti nga zekati, aq do të jap, s'do të shtoj më shumë." Dhe shkoi njeriu. Çfarë tha pejgamberi sa? Në qoftë se ka qenë i vërtet në atë që e tha, ai tha xhennet lik. Pra Allahu fuqiplot tregon mëshirën e tij të madhe që ka për ne, sepse kush e ndalon Allahu fuqiplot thot 12 muaj e keni ta agjëroni. 1 muaj agjërim, 11 muaj njeriu është i lirë nga këtë çështje, se kërkon askush atë obligim. Po du të agjëroj të hanë e tejtë, s'ka problem. Du të agjëroj nga 1 ditë në muaj, s'ka problem. Ajo është: "Faman tatawwa khayran fa huwa khayrun lahu." Si dush me shtuti është mirë për ti, s'ka problem. Po nuk ta kërkon Allahu fuqiplot. 5 ko namaz Allahu fuqiplot i ka obligu. Ka mund t'i bën 10 e 20 të paraditën më falë, të natën, por 5 ko mjafton. Krejt tjetra është mëshirë rahmet për njeriu. Ai të jetë i lirë, sepse ka jetë familjare, ka jetë bashkëtorë, duhet të punon, duhet të fiton, duhet të angazhohet, duhet të delë të shëtis, të relaksohet. Krejt të Allahu fuqiplot i ka ditë. Shif, 1 herë në vit në ka obligu me çështjen e zekatit. Ka thënë kur kalon 1 vit, duhet njeriu të bënë pasurinë e tij, të shumëzon të llogaritë dhe të ndajë një pjesë të caktuar të zekatit, është farz. Po pastaj e ke përfunduar zekatin. Këtë muaj, 11 muaj janë tut pastaj. Puno fito sa dush. Kjo është madhështia.
Kjo është rahmeti, mëshira e Zotit që ka për njeriu, sepse nuk ka pasur mundësi Allah thotë, shif, çdo muaj do të paguash kaq. Ata ban shteti kështu. Shumë prej ju shakon, e i kam dalë këtë muj mirë, ama më kam vit shtoja. Financanti, më kam vit. Sa herë që hynë me bleti qka, e ketë të vëshën, tatimin në vlerën e shtuar, sa është në Austri, plot. 5 herë këthe shqitore, 5 herë e kemë në artiku e ketë të vëshën. Allah ku që plot një herë në vjetë, tha njeriu të robit të ti, do të ndash nga ajo që ne të dhamë. Allah u kështu bukvalisht thotë, do të japësh nga ajo që ne ju dhamë juve. Dhe pasaj 11 muaj janë të duat, punon fiton, sa të duash punon fiton. S'ndalë askush. Kjo është nga mëshira Allahut fuqiplot që ka për njeriu. Sot e ka haram të kush me agjëru. Sot nuk guxon të kush me thënë, jo, se kam jetë me prish. Jo, do është me prish sot. Sot është farz me prish agjërime. Sot është farz. Nuk guxon sot me pas njëri agjërueshëm. Sepse është ditë feste, është ditë gëzimi, është ditë hareje. Pejgamberi alayhis salam në ditën e Fitr Bajramit ka bërë një ndryshim, thotë, kur bëhesh të gati dhe dilte për në xhami, hante ti çka. Sepse duhet të kthehet në natyrshmëri, ti kthehet rutinës, ti kthehet programit i cili ishte jashtë Ramazanit, sepse përfundoi Ramazani. Unë do është të marrë diçka nga shërbetin se kishë ma gërbuja ka thlavë, smert. E mora një hurën, sa me... Pra du të kthehemi në natyrshmëri, sot është haram me agjëru. Prej nesër, pas nesër, sa të duash, s'ka problem. Me sa më shumë ibadet t'i ofrohesh Allahut fuqiplot, je më mirë, por nuk e ke obligim. Këtu është esenca. Këtu është tjetë madhështia Allahut fuqiplot, rahmeti dhe mëshira që ka për robrit e ti. Unë do të falenderoj edhe hoxhën Musafir që e kishim Molla Jubin për shërbimin e ti dinjitos që ka bërë në xhamin tonë. Dhe dua të jap fjalën që të drejtohet me një përshëndetje, me një falendrim, dhe pastaj e shohim se si jemi me koha. No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falënderimet dhe lavderimet tona të shumta ja shprehim Allahut xhelle shanuhu, krijuesit e gjithësisë, atë e falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë, falje dhe shpëtim kërkojmë. Salavatet, selamet tona më të sinqerta e dërgojmë zotriut ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër, shokët e tij të ndershëm dhe mbi të gjithë ata që e pasojnë dhe ndjekin rrugën e tij dhe stolisin vetën e tyre me sunetin e tij derisa të ketë natë dhe ditën e këtësi. I nderuar hoxh Menderes Efendi Alili, i nderuar kryetar Zumret Adami, e nderuara kryesi dhe ju xhamat të dashur, ju përshëndes me përshëndetjen e xhenetlive dhe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ata nderin dhe kënaqësinë që edhe këtë vit të jem në mesin e këtij xhamati të mrekullueshëm në këtë Ramazan të bekuar. Sot në këtë ditë të bukur të Bajramit dua t'ju falenderoj nga zemra që me keni bërë ftesën edhe këtë vit, edhe me keni nderuar e respektuar aq shumë sa që nuk kam mund t'ju thej përveç me dua.
Vërtet këto ditë që i kaluam së bashku në adhurim, në namaz, në iftar dhe në afrim me Allahun xhelle shanuhu, do të mbeten kujtim të paharruar për mua. Ju nuk më trajtuat vetëm si mysafir, por si pjesë të familjes suaj. Dhe kjo është një mirësi e madhe që nuk e harroj. Allahu ju shpërblet të gjithëve, ju begatoft familjet tuaja, ju dha shëndet, paqe dhe bereqet në jetën tuaj. Lutim Allahun xhelle shanuhu që ta pranoj agjerimin tonë, namazin tonë dhe çdo vepër të mirë që e kemi bërë gjatë këtij muaji të bekuar. Dhe të na mundsoj të arrijmë përsëri Ramazanin në gjendje edhe më të mirë. Me rastin e festës madhështore të Peter Bajramit, ju përcjell urimet më të sinqerta nga zemra ime. Dua t'ju dëshiroj paqe, shëndet, begati dhe lumturi në familjet tuaja. Pas një muaji të bekuar Ramazanit, në të cilin agjeruam, u falem, bëm dua dhe kërkuam falje nga Allahu xhelle shanuhu, sot qëndrojmë para kësaj dite të madhe me shpresë dhe lutje që çdo ibadet i yni të jetë i pranuar. Allahu na pranoft agjerimin, namazin, sadakan, lutjet dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë, qoftë të vogël dhe qoftë të madhe. Peter Bajrami është ditë gëzimi, por edhe ditë reflektimi. Është ditë kur zemrat bashkohen, kur falin njëri tjetrin dhe kur forcojnë lidhjet familjare dhe shoqërore. Le të jetë kjo festë një mundësi për të hapur zemrat tona, për të lënë pas çdo keqkuptimi dhe për të ndërtuar urë, dashurie, respekt dhe mirëkuptim mes nesh. Mos të harrojmë në këtë ditë të bekuar ata që janë në nevojë, jetimet, të varfërit dhe të vetmuarit. Lumturia e Bajramit bëhet më e plot kur ndahet me njëri tjetrin. Një fjalë e mirë, një vizitë, një ndihmë e vogël mund të jetë shkak për gëzim të madh të dikush tjetër. Le të jetë kjo ditë një fillim i ri për ne, që të vazhdojmë rrugën e mirësisë që e nisëm në Ramazan, të mos e lëm adhurimin, të mos e harrojmë Kur'anin dhe të vazhdojmë të jemi njerëz të devotshëm edhe pas këtij muaji të bekuar. E lutim Allahun e madhëruar që na bashkoj gjithmonë në mirësi, na ruaj familjet tona, na jep bereqet në jetën tona dhe na bëj prej atyre që i gëzohen Bajramit, jo vetëm në këtë botë, por edhe në botën tjetër, në ahiret. Allahu e mundsoft që të arrijmë përsëri Ramazanin me shëndet dhe me iman. Të fortë gëzuar Peter Bajrami, Allahu na pranoft agjerimin dhe çdo ibadet. Në këto qaste të Bajramit, bustjesh vtira e muslimanit. Sot ka gëzim do të Islam, Kënon Kur'an e tretësane. Gëzohu muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Ramazanin me plot begatije e përcollën me me ibadeten dhikër Zotit, kalon ditët e mot-motit. Gëzohu muslimane, sot festojnë bukrin Bajrame. Gëzohu muslimane, sot festojnë
në formë të vete, e madhron Zotin e vete. Ndriçon hëna shkëlqen djeli, feston toka e feston qielli. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Çdo shtëpi të muslimanit shtrohet sofra e bajramit. Përshëndet vëllai vallane vete, uron bajramin për shumë vjete. Gëzohu, gëzohu muslimane, sot festojnë bukrin bajrame. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله
الله أكبر 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 السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي لم يتخذ في ملكه مدبرا ولا وزيرا ولكن تقدير معينا ولا نصيرا فسبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا كبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نور العالم بقدرته تنويرا وفجر الانهار بحكمته تفجيرا فسبحان الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا فكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ووعدا للمتقين جنة الخلد كانت لهم جزاء ومسيرا فسبحان من لم يكن له وليا من الذل وكبره تكبيرا فكبروا الله تكبيرا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثال له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وصلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم وعلينا أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله تعالى وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. أما بعد فيا عباد الله يقول الله تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه
لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه صدق رسولنا فيما قال أو كما قال. Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botrave, përshëndetje, selam e qofshin i profetit tonë Muhammedi alayhi salam. Të nderuar besimtarë, ditët e Bajramit janë ditë gëzimi dhe hareje. Dita e sotme është një ditë e veçantë për besimtarët. Ata i gëzohen faktit se përmbushën kërkesën e Zotit të tyre që ta agjërojnë një muaj të plotë. Ju bindën urdhit të tij dhe sot meritojnë të festojnë dhe të gëzohen, sepse kjo është ditë shpërblimi për ta. Besimtarët sot gëzohen sepse ja dorin me shumë sukses ta përmbushin misionin e tyre. Përveç agjerimit, ata ishin prezent në faljen e namazeve të natës. Ata u treguan shumë solidarë me njerëzit, duke ndarë sadaka, zekat, iftar dhe ndihmuan ata që kishin nevojë për ndihmë të çfarë lloji qoftë ajo. Ramazani kishte synim të ndryshojë besimtarët për të mirë dhe besoj se ky synim është arritur. Ata sot janë të pushteshur dhe krenar me vetën e tyre. Njëkohësisht falënderues dhe mirënjohës Allahut për mundësinë e dhanë që ta përjetojnë madhështinë e Ramazanit. Me plot të drejtë, besimtarët sot meritojnë të festojnë. Të nderuar vëllezër dhe motra, ndryshimin shpirtëror që keni përjetuar gjatë Ramazanit ruaj edhe për muaj tjerë. Ashtu si u kujdeset për fjalët dhe veprat tuaja të jenë më të mira në Ramazan, mbani këtë ritëm dhe pas Ramazanit, sepse të tërë dëshiron Zoti ynë të bëhemi të mirë nga agjërimi dhe të vazhdojmë të jemi të mirë dhe pas agjërimit. Të nderuar besimtarë, mos e humbni buzëqeshje nga fytyra juaj, mos e humbni atë nur që e fituar për një muaj. Vazhdo buzëqesh me vëllezërit tuaj, sepse buzëqeshja janë sadaka, tha profeti alayhi salam. Mos i shi gjurmët e sejdës nga valli yt, gjurmët të cilat i mori gjatë Ramazanit, duke rënë në tokë me pjesën të bukur të trupit tënd, fytyrën. Vazhdo të jesh në sejdë dhe pas Ramazanit. Mos e harro Zotin tënd, sepse ai nuk ta harrojë ty as edhe për një moment. Me aferimin tënd ka ushqimi, pijen, fjalët dhe veprimet e liga, ti tregove se mundesh t'i bësh ballë çdo sfide dhe vështirësie që mund të vijë në jetën tënde. Këtë e arritë me jetën tënd të sinqert për Zotin tënd, të gjithë pushtetshmin, gjithë mëshirshmin, falësin dhe ndihmësin e vetëm për ty. Falenderoj Zotin tënd sot e gjithmonë për shëndetin, familjen, pasurinë, shoqërinë, por para së gjithash falenderoj për Islamin që ta dha, sepse këtë begati nuk e ka dikush. Këto emocione të Ramazanit, kënaqësinë e iftarit e syrit, jo të gjithë i kanë përjetuar. Ty ta mësoj Zoti i mirësisë. Sot, nga ne kërkohet të hapim zemrat dhe të tregojmë bujar me familjet tona, me miq e me shok. Tu themi atyre që ndoshta e keni lënduar me ndonjë fjalë apo veprim, na falni dhe t'i falim ata që na lënduar neve, sepse sot është ditë gëzimi e jo ditë inati e hidhërimit. Kjo është dita e shpërblimeve. Punëtori kur e mbaron punën e tij, në fund e merr pakën e merituar. Zoti i plot e agjëruesi nuk e la tuar bosh, por do ta shpërblej pa kufi. Profeti alayhi salam në këto hadithe që do t'i përmendi ju drejtua ummetit të tij. Në ditën e Bajramit e ju të rreshtohen në për rrugë dhe të rasin. Zgjohuni o musliman, shpejtoni te Zoti i Snit, i cili ju siguron begatin dhe ju shpërblen të mira. Ishit të urdhëruar të faleni natën, ju u falët. Ishit të urdhëruar të agjëroni ditën,
agjeruat dhe ju nështruat Zotit tuaj, pra merrni shpërblimet tuaja. Dhe gjatë faljes një thirrës të re, Zoti juaj ju fali dhe kthehuni drejtë dhe banimet tuaja, sepse kjo është dita e shpërblimit. Gjithashtu profeti alayhi salam tha, Allahu i drejtua melekëve me pyetje: O melekët e mi, si shpërblehen ata të cilët e kryen obligimin e vet? Melekët thanë: O krijuesi ynë, ata i pret shpërblimi. Allahu do të thotë: bëhuni dëshmitar, o melekët e mi, se unë do t'i shpërblej për agjërimin dhe namazin me kënaqësi dhe falje. Pastaj ka mësuar të i shiquar të gjithë falësit të bara me një shikim mëshirues dhe mëshirëplot tha: më luteni mua, robërit e mi, pashagat madhërinë time, çdo kush që do të më lutet mua sot për veten e vet në ahiret, do t'ja pranoj. Edhe për këtë botë, unë do ta shikoj me shikim falës dhe mëshirues. Unë do t'jem i kënaqur me ju. Shpërndahuni të falur me falën time. Besimtar të nderuar, atë që ne kishim synim dhe dëshirë e arritëm me lejen e Zotit fuqiplot. Synuam faljen e Zotit, ai na fali. Synuam mëshirën e Zotit, ai na mëshiroi dhe na shpërbleu me mirësitë e tij në dy bota. O Zot, na shiqo me shikimin tënd falës e mëshirues. Sot të kthehemi me familjet tona e të shijojmë këto momente të lumtura. T'i urojmë njëri tjetrit Bajramin me lutje për parësi dhe lezime në jetë. Urime festa e madhe e Fitr Bajramit të gjithë juve dhe familjeve tuaja. كلامك أحسن الكلام وأبلغ النداء كلام الله الملك القادر العزيز الأداء كما قال الله تبارك وتعالى في أشرف الكلام إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد تعظيما لنبيه وتكريما لخطاب الشأن الخفيف فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. تقبل الدعاء نقوم بالكفر بيان الصلاة. Ordonit të bëjmë doan e faljes. Amin. الفاتحة. Jehojnë minarët baragimi, ndriçon qyteti nga zbukurimi, të gjithë lutur janë, të gjithë gëzuar janë. Fëmijët rrugës bukur të veshur, marrin dhurata
gjithë të mbusje shurë, sot është dita jon, sot është festa jon. Këmbëj murime plot, ma mira ditë sot, për shumë gjeta gëzojmë, bajramin e festojmë. Këmbëj murime plot, ma mira ditë sot.